Plagosja ndodhi me 1 mars vitit 1999. Edhe shumë është interesant, prej kësaj date, para kësaj date, me 21 shkurt unë kam datëlindjen. Shokët e mi ma kanë festu datëlindjen 1 javë para se mu plagu. Edhe të lodhën, të raskapitën, afër 72 orë s'kesha pas mujt me flajnë, sepse ishte emaneti shumë i madh për mbi supet e mia marrë për Drenise deri në zonën e Dugagjinit, respektivisht në Jonik për të kryer një emanet. Edhe rrugës e ram në prit. Edhe sikur çdo prit që është vetë emri tregon për ndjeshmërinë e rastit. Sa veta një kohë? Afër 30 vetave, afër 20 hoxhallar kanë qenë. Edhe Zoti më bani kurban këtë dorë për mi shpështu ata. Unë rrezikova dhe jetën, kapa bombën me ja kthy armikut, edhe pelciti bomba. Po Zoti dashte që në 3 mm në fitilit saj ta fik. Mrekullia është në veti tërheqja, transportimi, edhe deportimi, edhe arritja jam deri në spitalet të Turqisë, në Istanbul. Për mu kjo ka qenë mrekulli në veti, është pjesa më e madhe që unë nuk e mbaj mend për shkak se kam vazhduar, kam pa vetdije, kam hub gjak shumë.